Ju përshëndes, mirë se vini në Plus Minus 18. Sot kemi një temë shumë interesante. Do të flasim për raportin që ka brezi i ri me fen. Sigurisht që të besosh në Zot mbetet gjithmonë një zgjedhje personale, por të rinj të ndodhen mes dy botëve ose dy influencave. E para është ajo tradicionale, pra një ndikim që u vjen nga vetë familja, dhe e dyta është ndikimi që u vjen nga shkolla, shoqëria, interneti, globalizimi që ndodh sot. Megjithatë, ajo që është e rëndësishme është fakti që feja është një prej rregullatorëve më të rëndësishëm të shoqërisë. Dhe pikërisht për këtë, për disa prej njerëzve apo edhe të rinjve, feja mbetet një pikë shumë e fortë të referimi, për disa të tjerë ngre pikpyetje, debate, madje shërben dhe si stimul, kureshje për të mësuar dhe zbuluar më shumë. Gjithsesi, sot ne do zbulojmë se çfarë raporti, çfarë marrëdhënie kanë të rinj shqiptar me fen. Intervistën e parë e kam shumë interesante me një djalë të ri, është student, besimtar, për të kuptuar më shumë se si ai është afruar me Zotin dhe për të kuptuar në përgjithësi raportin që të rinjt kanë sot me fen. Luis Doçi është me mua, të përshëndes, faleminderit që jeni në program. Faleminderit për ftesën. Luis, si u afrove ti me Zotin? Kur ndodhi kjo? Afrimi me Zotin ndodhi që në moshën time të fëmijërisë, duke u rrahur shumë me informacionet në lidhje me Zotin, si çdo fëmijë tjetër. Ishte personi i parë në familje, se besoj ka qenë në familje. Po, në familje. Personi i parë. Sa vjeç ishe? Isha rreth moshës 8-9 vjeç. Një fëmijë kurioztar i etur për dije, i shtyr mas kureshtjes për fenë dhe për besimin. Dhe kush ishte besimtar në shtëpinë tënde? Besimtar në shtëpinë time ishte gjyshi. Ai ishte personi i parë në të cilin mua më shoqëroi dhe më mori për herë të parë në rrugën e besimit dhe në rrugën e drejtë. Ai le të themi ma tregoi dhe ma drejtoi drejt asaj rruge, të cilët jam shumë falënderues. Ai të foli për herë të parë për Zotin? Ai më foli për herë të parë për Zotin. Ai më mori për herë të parë. Pastaj shoqëroje në shkuarjen e tij në xhami. Në shkuarjen e tij në xhami, ishte kurioztar, më pëlqente shumë. E kuptoje ti Zotin në atë moment? Ndoshta jo fort siç duhet në kuptimin për shkak se moshës së vogël, por isha i bindur dhe ndjeja një gëzim nga brenda kur e boja diçka të tillë. Ishte si një moment qetësie, një moment paqe, diçka e tillë. E mban mend si e përfituroje ti Zotin kur ishe i vogël? Zotin e përfituroja si diçka shumë madhështore, si diçka i cili që është shumë i fuqishëm edhe është ai i cili ka vendosur ekuilibrin në tokë për të gjithë. Por që është dikush që të do, që të mbron, apo jo? Po, normal, kujdeset edhe në çdo gjë. Sot, duke qenë se je më i rritur edhe ka kaluar ajo faza e fëmijërisë, besoj rrugës ke pasur momente kur të është dashur ta konfirmosh besimin, ke pasur lëkundje, duke qenë se ke qenë në moshë delikate, në adoleshencë, gjithsesi dhe mund të kesh edhe në të ardhmen, ë? Normal. Mendoj që në vitet e adoleshencës, si çdo i ri që është gjatë procesit të rritjes, të shtohen pyetjet, të shtohen mendimet në lidhje me fen, të shtohen mendimet në lidhje me Zotin, a jam duke ndjekur në rrugën e duhur, po pse bashkëshoqëria ime jam duke bërë disa veprime tjera, pse unë nuk mund t'i bëj këto, pse dua të bëj diçka të tillë. Por e kam gjetur pyetjen në çdo gjë. Pas çdo leximit të Kuranit, hutbe që dëgjoja, mësimit të tjera, në jetën time praktike, në jetën time private, në çdo gjë që kam pasur në jetën time, e kam gjetur një përgjigje në fe. Duke nisur që nga vetja ime, që ke gjërat e mia bazë, duke nisur që tek familja ime, ai ishte ajo që më jepte domethënë drejtimin dhe orientimin e duhur. E kisha si busull. Pra ishte një moment ku ti fen e pe dhe besimin e pe si kufizues që nuk lejonte të bëje disa gjëra që moshatarët e tu i bënin. Ndoshta ishte diçka e tillë, po mendime, jo, nuk është se kisha një rebelim, por u mundova që të ulem më shumë dhe të studioj në lidhje me këtë gjë. Të studioj në lidhje me këtë gjë dhe ta shifja. Por zbulova që kjo ishte komplet gjë e kundërt, sepse çdo gjë që pse ishte ndaluar aty ishte për në të mirën tonë. Ishte si diçka, si një busull. Ne ishim në mes të oqeanit dhe erdhi një busull që do drejtonim në rrugën e drejtë. Ajo më tregoi mua që familja ishte njerëzore dhe po aq e krijuar nga Zoti kureshtja e individit. Fundimi, dëshira për të jetuar moshën. Normal, është shumë kureshtja, janë të gjitha pjesë e jetës. Nuk çdove asnjëherë, pra nuk u Jo. Elhamdulillah, shqyr nuk është se kam çduar. Gabime bëjmë, jemi të gjithë njerëz. Jo, them
që do të lëkund, nuk është e hishme të themi që nuk bëjmë gabime. Po në lidhje me dyshimin tim që jam në rrugën e gabuar, jam në fenë e gabuar, asnjëherë. Sot, Gjithmonë kam besimin e ke gjetur. nevojë shpirtërore, është disiplinë, është një udhëzim jete që të tregon ty qartë pa shumë mundim çfarë duhet bësh, çfarë nuk duhet bësh, është komode, të krijon një komoditet feja që ti nuk përballesh kurrë me gabimet e tua sepse ti ndjek një udhëzim të caktuar? Unë mbi të gjitha fenë edhe e shoh më shumë si diçka që drejt paqes, për të shkuar në rrugën drejt paqes, për të gjetur atë lumturinë që ndoshta në Tiranën tonë të dashur, të zhurmshme, të lodhshme gjatë ditës, shkon edhe ndark fal namazin, gjen qetësinë shpirtërore të cilat ka munguar gjatë ditës, kthjellohesh, vendos për synimet tua, kalojmë dhe tek ana e disiplinës, është diçka që t'jep disiplinë për jetën tënde, të vendos që të ecësh në bazë planeve, të vendos që të ecësh në bazë të pikave dhe në synimeve që ti ke për jetën, të drejton në mënyrën më të mirë të mundshme për mendimin Lutja tim. të vjen ndonjëherë si nevojë shumë e madhe për qetësi dhe për te disiplinës apo 5 herë besoj është ajo që falesh. Ka momente që ti e ndjen të falesh për te atyre orareve dhe kur është ky moment? Ka momente. Është terapeutik, si e përshkruan? Ka momente. Njerëzit në ditët e sotme edhe ngarkesa emocionale në ditët e sotme janë të shumta. Këto ngarkesa është i vetmi moment ku ne mund t'i heqim dhe mund t'i spastrojmë nga vetja jonë duke falur namaz, duke kërkuar lutje, duke kërkuar ndihmë ndoshta për diçka, qoftë sa do më e vogël, po duke kërkuar ndihmë për shkak se ajo është krijuesi jon. Ai kënaqet kur ne I lutemi atij. Jo, por çfarë ndodh në mendjen tënde në atë moment, në qenien? Është si një moment shprese, është një moment ngrohtësie. Është një moment ngrohtësie. Një moment ti mund të flasësh me atë krijuesin tënd, mund të lidhesh me atë drejt për drejt. Edhe mund t'i kërkosh atij diçka, mund t'jesh ti ai që synon për më të mirën tënde, do t'i drejtohesh atij, ta falenderojmë atë për të mirat që na ka dhënë gjatë ditës. E ke parë ti Zotin deri tani në kuptimin prezencën e tij se? Po, ke pasur raste që të kanë shënjuar, të kanë konfirmuar që ai ekziston? Unë elhamdulillah këtë vit isha në umre dhe e përfitova një nga kënaqësinë dhe falenderoj shumë çunat e Unionit Sundër Musliman që u bën pjesë dhe organizuan këtë. Edhe portreti të qesh, kaq I lumtur që je që e ke bërë. Është një ndjesi shumë e veçantë. Për një musliman është ëndër edhe uroj që çdo musliman ta provojë atë. Më mend ishim duke falur namazin e sabahut, edhe më duk sikur kisha shumë peshë mbi supe, edhe duke u falur sikur u larguan një hall shumë I madh dhe gjithë pesha që kisha. Besimi të jep paqe dhe këtë ti e the. Po. Të bën më të lumtur? Normal. Pse, si? Të bën më të lumtur në të gjitha mënyrat e duhura, sepse ty të çon edhe të drejton tek rruga e drejtë, të bën më të disiplinuar, të çon dhe të udhëzon tek ajo që ti duhet të bësh për jetën tënde, edhe që të mundon edhe të largon larg gabimeve që ti mos gabosh me jetën tënde. Flasim pak për shoqërinë tënde. Ti sot ke shok të gjithë besimtar apo ke shok nga fe të ndryshme, ateist, besimtar të lëkundur, si e ke shoqërinë? Kam shoqëri të përfshirë dhe të përbërë nga të gjitha fetë. Nuk është se jam tip që I imponoj njerëzit që të zgjidhin fenë time. Po ata ty të kushtëzojnë ndonjëherë, të kanë paragjykuar vetëm për çështje besimi? Jo, nuk kam paragjykuar. Ndoshta në fillim kam parë me një sy tjetër, por në momentin që ne jemi njohur, ato kanë kuptuar se çfarë njeriu jam unë, sepse unë jam besnik ndoshta për to, edhe mënyra se si ne kemi krijuar marrëdhëniet me to. Ti se ke problem, del ata pin alkool, ti nuk pi, është zgjedhja ime personale. Nuk është se ti nuk I frekuenton këta që pinë alkool ose bëjnë një jetë Jo, ne për shembull dalim, hajmë një darkë me disa shokë të mi, ato për shembull e preferojnë alkoolin dhe shohin si mënyrë të jetesës së tyre. Po për mua unë nuk e shikoj atë mënyrë të jetesës time, nuk është se kam një problem me ato, po thjesht mundohem që gjithmonë ti injektoj atë dozën e besimit edhe atë dozën që është më e mirë kjo gjë se sa kjo gjë, edhe mundohem gjithmonë të jem
akoma më i sjellshëm kur jam me këto se sa kur jam me besimtarët edhe me vëllezërit. A të ka ndikuar besimi në vendime të rëndësishme jete, shkolle, karriere? Si është ky raport? Për mendimin tim, besimi nuk është se të kushtizon shumë. Çfarë studion ti? Unë studioj për administrim biznes. Sa mbarova, do të thonë, kam edhe 2 provime për të dhënë edhe temën e praktikës. Edhe nuk më ka kushtzuar fare në lidhje me studimin. Ndikuar, jo kushtëzuar. As ndikuar, asgjë. Thjesht më ka ndikuar për mirë. Më ka ndikuar për mirë duke dhënë që të m'japi më shumë mundësi dhe të m'japi më shumë forcë në momente që ndoshta nuk kam pasur, edhe më ka qartësuar më shumë idetë që unë kam pasur në lidhje me shkollën. Ke rrjete sociale? Po, kam. Çfarë ke? Instagram? Instagram dhe Facebook. Si e përdor? Si gjithë të tjerët? Poston shumë? Jo, nuk është se jam shumë aktiv. Mundohem që mos jem shumë aktiv në rrjetet sociale për shkak se nuk është ajo lumturia e vërtet, më duket më shumë si një lumturi false se sa një lumturi e vërtet. Ka pasur momente që mund të të kenë ndikuar të rinj që bëjnë festa, party, nuk e di, kanë një jetë disi në moshën e adoleshencës, ndërsa tani nuk është se ndikojnë. Në adoleshencë patë një... Në adoleshencë po, normal, si çdo njeri që ka pikpyetje, siç thashë isha, domethënë ato pikpyetjet i shifja dhe i mendoja dhe i arsyetoja në të dyja anët, si në anën e fesë dhe si në anën e këtyre që thoja pse mos i bëj dhomë këto ndoshta. Cilat janë gjërat kryesore që ti nuk i bën vetëm sepse feja nuk ta lejon? E para, siç e përmendëm më sipër, alkooli. Jo është për shembull dalja në për frekuentimin në për vendet të cilat nuk janë të lejuara. Për shembull? Për shembull, siç janë vendet që janë diskoteka kështu. Po diskoteka, për shembull, përderisa aty nuk është ndaluar, por duke qenë se është risku shumë i madh që ti aty të shkosh në haram, pse duhet ta frekuentosh diskotekë të tilla? S'ke shkuar asnjëherë në një diskotekë? Jo. Asnjë lokal me muzikë apo vetëm? Lokal me muzikë, po normal. Vetëm diskotekat? Diskotekat jo, nuk është i frekuentoj, nuk pëlqen. Çfarë do t'i thoje ti sot një ateisti? Një ateisti t'i thoja të zgjedh dhe të shoh veten e tij pikëpari, mënyrën se si ai është krijuar, çdo gjë që ai ka në trupin e tij, perfeksionin që ai ka në trupin e tij dhe perfeksionin i cili është në jetën e njeriu, perfeksionin që është në natyrë dhe perfeksionin e të gjitha të tjera. Këto perfeksionet kaq të mrekullueshme nuk është e mundur që të jenë nga hiçi dhe nga asgjëja. Këto perfeksionet e mrekullueshme e kanë një krijues dhe një autor. Unë që i li, pra i thua të besoj, të kthehet te Zoti. Të kthehet tek Zoti, inshallah, por të mendoj... Luis, e fundit për ta mbyllur, ke një mendim për ata që e keq përdorin fen? Dhe besoj e ke parasysh për çfarë po flas? Kuptoj. Unë mendoj që feja jonë është një fe shumë e drejtë dhe nuk i don ato që e keq përdorin fen. Si çdo gjë tjetër, keqpërdorimi i detyrës dhe i pozicionit tënd është i domshëm si për ambientin, si për shoqërinë dhe për gjitha. Feja është shumë e prekshme dhe shumë e lehtë për gjithë. Mjafton ai të jetë i interesuar për njerëzit ta aksesoj në një telefon, në një libër, në një xhami ose në diçka të tillë, është shumë aksesueshme. Ti mund ta marrësh vesh të vërtetën shumë lehtë, sidomos në ditët e sotme që është shumë i hapur rrjeti i informacionit dhe të gjitha, edhe mund ta marrësh shumë të lehtë të vërtetën dhe ta kuptosh shumë lehtë. Unë mendoj për to të cilët më abuzojnë me fen, nuk është gjë e dur dhe nuk është e mirë ta bëjnë. Për shkak se është një gjë që... Luis, duke qenë se ti re në kontakt me fen me Zotin që në moshën 8-9 vjeçare. Sot je i bindur që kjo ka qenë një zgjedhje jotja personale? Unë mendoj që ka qenë një zgjedhje ime personale, për shkak se në moshën e adoleshencës, si thash, unë e kam shqyrtuar këtë gjë, edhe kam lexuar në lidhje me këtë gjë, edhe kam gjetur që kjo gjë është më e mira për mua. Edhe kam vendosur që kjo gjë është më e mira për mua. Unë bëra umën dhe rikonfirmova këtë gjë që kjo është më e mira për mua. Luis, falenderoj shumë që ishte në program. Edhe unë falenderoj shumë për ftesën. Ishte shumë kënaqësi. Ndërkohë ne do ndjekim në këtë moment një material mbi fen dhe raportin që të rinjt kanë sot me besimin. Feja dhe besimi janë tepër të rëndësishme për çdo familje kur bëhet fjalë për rritjen e një fëmije. Shqipëria në historinë e saj njohur gjatë viteve të diktaturës, kohën kur shteti kërkoi të zhdukë çdo lloj shprehjeje fetare në emër të një ateizmi radikal dhe totalitar.
Gjithçka ndodhi me pamundësinë e njerëzve që të ndrynin për të mbrojtur dinjitetin e njeriut, të privuar nga gjithçka, të zhveshur madje edhe nga njerëzimi i tyre, nga liria e tyre. Ndërsa pas viteve 90, rikthimi i besimeve fetare në 35 vite tranzicion ka krijuar një klim tjetër, të pesta komunitetet fetare në vendin ton, në udhëzimin e parimeve themelore të drejtave të njeriut, e ushtrojnë përhapjen e besimit mbi disa ligje bazike. Por sa e njohin të rinjtë religionin, sa e praktikojnë ata një fe të caktuar, në shumë data të shënuara, festa të komuniteteve fetare, kemi parë që vitet e fundit shumë të rinj po afrohen për ditë prankishës apo xhamisë si institucion, madje shumë prej tyre jo për traditën, por duke konsideruar si një portë të re për jetën e tyre. Afrimi të rinjve me religionin mbase mund të ketë shkak varfërinë, rritjen e dhunës dhe kriminalitetin në shoqëri, por e rëndësishme është se krerët e komuniteteve fetare në Shqipëri, më shumë se sa shpalosjen e doktrinës, ata ndër vite kanë kontribuar në edukimin moral të fëmijëve dhe të rinjve. Jemi kthyer në studio me pjesën e dytë të programit dhe me panelin e ekspertëve. Kam kënaqësinë të kem sot në studio ish myftyrën e Tiranës Ylli Gura, po e nis me ju zoti Gura me që vetmi mashkull. Të falenderoj shumë që në program mirë se erdhe. Është Entela Hidri, studiuese sociale. Entela, faleminderit për program. Mirë se u gjeta. Dhe Jonida Haxhiu, psikologe, pedagoge e psikologjistë. Falenderoj shumë që Faleminderit ju. Atëherë, zoti Gura, sa afër janë sot të rinjt me fen? Faleminderit për trajtimin e ndoshta janë disa dhjetra tematika me të rinjt, po edhe kjo është një ndër më gjykimin tim ose vlerësimin tim më thelbësoret, sepse feja historikisht apo gjatë gjithë historisë shoqërisë njerëzore ka qenë faktori herë kryesor, herë ndoshta jo kryesor në varësi të shoqërive, regjimeve, sisteme dhe mënyrës së të jetuarit, por aq më tepër edhe në kohët e sotme mbetet përfundimisht faktor primar dhe madhor në vlerësimin tim në gjithë rregullimin apo mirë administrimin e vetjetës së personit. Pra këtu po marrë pa bërë dallimet krishterimi apo islami apo dhe fe tjera që në Shqipëri nuk janë, por krishterimi dhe islami janë dy fetë e mëdha. Çka do thotë feja në vetvete, besimi në vetvete është domethënia e vetjetës në fakt. Kjo është në këndvështrimin fetar. Pra është domethënia e vetjetës në këto pak vite jetë, paçka se mund duket, qoftë edhe jeta njerëzore për momente mund shkojë deri në një shekull, por shumë më e shkurtër krahasuar me shoqërinë njerëzore më përpara dhe se është dominante thuajse në marrjen e shumë vendimeve në jetë personale. Është rregullator, ne thamë, është rregullator i shoqërive dhe është vërtet pikë referimi shumë e rëndësishme. Absolutisht. Por kohërat ndryshojnë. Disa aspekte e humbasin, nuk e di, ritmi, rrugës, po ajo që ngjelet e rëndësishme është që feja ka përgjegjësinë ti afroj të rinjt në mënyrën e duhur. Ju sot, ose në Shqipëri, çfarë bën autoriteti fetar për të folur gjuhën e të rinjve, gjuhën e duhur, për t'i afruar ata, mesazhet që unë dëgjoj për Krishtlindje apo për Bajram, për gjitha festat fetare që ne kemi, prekin, nuk po them plagët e shoqërisë, problematikat dhe të rinjt, po jo në mënyrën e duhur. Pra, adresimi është gjithmonë në një kontekst distance, ndërkohë unë shoh që në botë mesazhet janë të forta, godasin drejt për drejt, ngren pikpyetje dhe tërheqin vëmendje të atyre që kanë në dorë brezin e ri. Pse s'ndodh kjo në vendin tonë? Keni vendosur një pikë të madhe mbi faktikisht. Ne jemi tranzicioni që kemi, ndoshta dhe vazhdojmë për fatin jo të mirë, ka prekur dhe detyrimisht që prek edhe sferën fetare. S'ka se si të ndodhë ndryshe, sepse jemi pjesëtar të kësaj shoqërie dhe që pak apo shumë, më shumë apo më pak e prek. Dhe ajo që thatë ju është dallimi për momentin, ose të paktën i kohës i shoqërive të tjera, qoftë në perëndim apo qoftë dhe në pjesë në lindje me shoqërinë tonë në tranzicion, dhe me një, po të them, me një konsolidim jo të plot, jo idealizma nuk është e mundshme, as feja nuk kërkon dot, dhe as nuk janë të realizueshme dhe të mundshme në fakt, jo idealizma, por afrimi në ndikimin
apo në transformimin e vetë jetës e personit. Ndaj me drejtë e thatë që, shikoni, jo urim, nuk do të quaj urimet e thata, po ajo fasada e bukur e qoftë për festat e vëllezërve tanë krishterë, apo edhe festat bajramet, nuk mjaftojnë. Janë shumë pak, për mos thënë deri diku ndoshta edhe një lloj hipokrizie e veshur me mantelin e festës. Domethënia e vetë fesë është përgjatë gjithë kohës, nëse do marrim për kufizimet e festave, qoftë ato të krishtere, qoftë dhe islame, është gjatë gjithë kohës, në harkun e gjithë vitit. Pra, nëse do të më pyesnit mua personalisht se çka do të thotë feja për ju, e kam fjalën përpara viteve 90, unë do të thoja, atë që mbaj mendjes pas tashmë im gjysh, ka ndëruar jetë, feja do të thoshte me gjithë varfërinë, që e kishim gjithë shqiptarët, në fakt, me gjithë varfërinë, a ishte më tepër se sa duhej sot, pra pas 30 vitesh, jam gjendje ta bëj këtë vlerësim ose krahasim, ishte më tepër se sa duhej bujar. Nga vinte bujaria, nuk është ekskluziviteti i vetëm një, po them, besimi apo i një kombësie, pra shqiptarë. Ju referoni periudhës komuniste? Patjetër. Po nuk kishte fe fare? Po, patjetër. Para 90-s e kam fjalën, bujaria më tepër se sa ishte e mundshme në një kohë kur varfëria na kishte rrethuar. Dhe nga vinte kjo, sigurisht që më vonë do ta kuptoja, jo do ta kuptoja, po thjesht do ta rikonfirmoja nga literatura fetare sepse ishte buronte prej fesë. Çka thotë vetë fe? Sigurisht që nuk duhet që të mund të kesh shumë për që të japësh shumë. Jo, në atë moment që je është gjithmonë, dhe sigurisht derisa të jetë shoqëri njerëzor, është gjithmonë dikush që ka nevojën e tjetrit. Se socializimi në fakt i fesë kjo është. Ne kemi më shumë besimtare, po jo, më shumë praktikant, kemi më shumë njerëz të afruar me Zotin. Pse unë do ta jo atëherë mungonte për arsye. Nuk më përgjigje pyetjes. Po. Pse feja ka këtë rolin gati ceremonial në shoqëri dhe jo ndikues i drejt për drejt? A ka pavarësi më të madhe se sa ajo që ta jep Perëndia? Se duket sikur keni influenca të ndryshme, një lloj varësie institucionale. Pavarësia, patjetër, pavarësia jepet, por gjithë problematika fillon në mënyrën se si e konceptojnë dhe se sa ndjehemi dhe se sa veprojmë me këtë pavarësi. Që nga tek individi është më e lehtë që të mund ta ketë, ndërsa tek institucione është më e vështirë. Për të shprehur. Për të patur atë pavarësi. Jonida, rinjt në dekadën e fundit e kanë më ndryshe raportin me Zotin, me fen, kanë ndryshuar dhe kur janë momentet që ata i drejtohen Zotit dhe jo, nuk e di, psikologut, terapive të ndryshme. Pra feja ka një moment psikologjik të individit që bëhet zgjedhje? Po, në fakt unë do ta filloja nga numri i të rinjve që gjithmonë më shumë po shohim që i drejtohen fesë si praktikant. Në fakt në kohë që jetojmë në jo pak raste ne ankohemi për të rinj që shkojnë drejt sjelljeve shmangëse, të rinj që shkojnë drejt substancave, drejt sjelljeve agresive, drejt zgjidhjeve agresive të situatave, të konflikteve, apo shumë problemeve të kohës së sotme. Por, në fakt, po kaq ne shohim të rinj që i drejtohen besimit fetar. Nga viti në vit, unë jam në kontakt për shkak të punës me shkollat e mesme, me shkollat nëntëvjeçare, raportohet që ka gjithmonë më shumë të rinj që agjerojnë për shembull. Një fakt. Pra nëse paralelizojmë sjelljet problematike që gjithmonë më shumë kemi të rinj që shkojnë drejt sjellje problematike, varësive apo sjellje problematike, po ashtu nga ana tjetër na raportohet nga viti në vit kemi gjithmonë më shumë të rinj që agjerojnë ose që bëhen praktikant të besimeve të ndryshme fetare. Ky është një element, po mbase besimet e tjera fetare është pak më e vështirë të identifikohen. Për shkak të praktikave të tyre janë më të vështira. Agjerimi është një praktikë që është më thjeshtësisht i dukshëm. Dhe në fakt ne e vërejmë këtë, të gjithë e kemi parë që çdo vit ka gjithmonë më shumë njerëz. Pse ka ardhur kjo? Arsyet pse dikush i drejtohet edhe fillon të praktikojë edhe gjen veten besimtar praktikant,
janë të ndryshme, psikologjikisht janë të ndryshme. Mund vi kjo si një thirrje brendshme për ta gjetur veten, mënyrën se si individi mendon, jep shpjegim dukurive të veta, jep shpjegim dukurive natyrore, jep shpjegim dukurive që në një farë mënyrë janë për te ti, e gjen tek feja, tek besimi fetar. Ju si psikologe shikoni pozitive? Psikologjikisht është pozitive gjithçka që nuk bëhet e dëmshme për individin, që do thotë besimi fetar për sa kohë është brenda një morali, brenda një sjellje të shëndetshme, brenda disa praktikave të shëndetshme që e mbajnë individin në një kornizë, le të themi, qytetare të shëndetshme, pse jo? Ka feja një rol në mbrojtjen e shëndetit mendor? Patjetër që ka, edhe në jo pak raste për ta ju bët një pyetje pse disa njerëz fillojnë besojnë kur i drejtohen besimit fetar për ta lidhur një çik. Patjetër që vjet re në shumë raste që individët në momente të caktuara, jo vetëm, ka individ që zgjedhin në vullnet të lirë besimin fetar, ka njerëz që zgjedhin të kenë këto udhërrëfyes në jetën e tyre në gjithçka bën besimin fetar, sikurse ka edhe shumë njerëz që i drejtohen besimit fetar për shkak të një problemi në jetën e tyre, për shkak të një problemi psikologjik, për të cilin ndoshta edhe kanë tentuar zgjidhje të tjera dhe nuk i kanë gjetur, por ndoshta edhe nuk kanë tentuar zgjidhje të tjera dhe besimi fetar ka qenë zgjidhja e parë e mundshme. Të kesh dikë për t'ju drejtuar dhe të gjesh shpresë është gjithmonë pozitive për shëndetin mendor. Absolutisht, për sa kohë. Por çfarë mendimi keni, Jonida, për ata që e përqafojnë besimin që fëmijë, siç kishim edhe rastin e Luisit, për ty janë zgjedhje personale, zgjedhje të diktuara, a krijojnë këto një kaos në zhvillimin ky besim i hershëm në zhvillimin personal të individit, a duhet ketë një moshë caktuar për të bërë të paktën praktikant? Për Zotin, ne kemi dëgjuar të gjithë flasim që fëmijë dhe unë mendoj se është, le të themi, nëse mund ta quajmë prralla më e bukur që një prind të tregon, se ti në atë moment e percepton si prrallë. Është vërtet. Por është e jashtëzakonshme kontakti i parë kur prindi të flet për Zotin, por gjithsesi disiplina, praktika, mënyra e të hyrit në këtë mënyrë që i vogël mua më duket sikur i heq pak nga zgjedhja personale. Në fakt, kur ne shohim fëmijët që praktikojnë të njëjtën fe si prindrit apo që e kanë përqafuar besimin fetar të prindit, mendimi i parë është që është shumë i vogël për të vendosur vetë. Domethënë, dhe në fakt këtë mendim ne pak a shumë e kemi për çdo sjellje që fëmia imiton prindin. Jo vetëm për besimin fetar, por për çdo sjellje të mirë apo të gabuar, mendimi i parë është që po imiton prindin. Dhe në fakt është e pashmangshme. Prindi mirë apo keq, e zgjedh apo jo, është model për fëmijën. Kjo gjë është e pashmangshme. Dhe sigurisht ndodh edhe në familjet ku prindrit kanë një besim fetar. Për ta është e pashmangshme që fëmijët do të identifikohen me sjelljet e tyre. Fëmijët kanë disa sjellje, disa praktika të cilat duke përsëritur në një farë mënyrë krijojnë idenë që kjo është normalja, që kjo është mënyra e duhur për ta dhe sigurisht dhe kjo vjen. Unë mendoj që gjatë të kohës kanë momente që rikonfirmojnë vetën e tyre sepse kjo është e pashmangshme. Sepse mendimi i parë është që mos vallë këto fëmijë janë të presionuar, sigurisht që mund të ketë raste të tilla që fëmijët janë në një presion për ta bërë këtë zgjedhje, por unë mendoj që në shumicën e rasteve nuk është kështu. Fëmia në fakt modelon sjelljen e prindit dhe kjo është e pashmangshme. Çdo fëmijë modelon sjelljen e prindit. Dhe për ne si psikolog ne e ngrem me të madhe që bëu një model, pra nëse ne duam që fëmia të ketë një sjellje të caktuar, është shumë e rëndësishme ajo çka ne reflektojmë. Ne mund t'i themi fëmijës gjithkohon, bëj këtë apo mos bëj atë, por duke u sjellë ne në mënyrë ndryshe nga ajo që themi, shohim që fëmia do ta ketë vështirë ose në mos do marr modelin më të keq. Kështu që fëmia ndikohet patjetër nga modeli i prindit. Pastaj se sa është dakord ky prind apo jo me këtë zgjedhje fëmie, sepse në shumicën e rasteve unë mendoj që këta prindër janë dakord edhe janë të kënaqur që fëmia po ndjek këtë model. Pra duke në një farë mënyrë duke imituar prindin apo si zgjedhje me vullnet të lirë. Pra këta prindër sigurisht që në shumicën e rasteve mendoj që e duar trokasin të zgjedhje të fëmijës, pavarësisht se ndoshta nuk kanë pasur një ndikim në formë presioni. Ti je studiuese sigurisht e fenomeneve sociale, por ke dhe eksperiencë personale, ti ke përqafuar fen shumë herët, krejt e pa ndikuar nga familja, kanë qenë një vendim mbase ndikim shoqëror?
kam përshtypjen? Jo, atëherë. Jo? Unë kam përqafuar fe në vitin 1994-95, agjërimi im I parë ka qenë shkurt në 1995, kam pas një libër në shtëpi, kam qenë 12-13 vjeç, kam pas një libër në shtëpi, cili ishte Ilmi Hal, duke lexuar dhe duke parë gjëra aty, që të thotë, kjo është nga ato fakte që po desh Zoti ta sjellë dritën, ta sjellë në errësirë, edhe vetëm, edhe pa shtysë edhe pa njerëz. Edhe mund të them që jam unë ai, le të themi, rasti për tu përmendur si shumë të tjerë që po më gjojnë tani dhe thonë edhe mua kështu më ka ndodhur. Besoj që ka qenë fillimi I adoleshencës dhe një errësirë totale dhe fakti që unë refuzoja të isha ateiste si prindit e mi, pra ata nuk besonin. Okej, mendonin që ka një peshore perfekte që vendos gjërat në vit, po si vendosin as emrin Zot, as nuk besonin shumë gjëra tjera që unë I kam besuar me kalimin e viteve, pak nga eksperjenca, pak nga sfidat e jetës, pak nga gjëra që kam jetuar, edhe pak nga frymëri që kanë ardhur momente të caktuara ku kam ngritur duart aty ku duhet. Po prindrit tanë nuk është se kanë dhe shumë faj, se ata kanë kaluar një pjesë shumë të rëndësishme të tyre Kjo nuk është të formimit në komunizëm. Por po të them që dhe në komunizëm njeriu që e ka dashur dritën e ka gjetur, sepse unë kam pasur njerëz në familje që e kryen ritualet, nuse xhaxhai, teze, e kryen ritualet e besimit edhe pa pasur prindër besimtar, pra gjyshërit nuk kanë qenë, ndërkohë ata kanë qenë, dhe e kanë gjetur, pra është shumë e çuditshme që ti mund gjesh një person nishull që beson në një fe X. Dhe ka një, ku e mori ai? Pra, iluminimi është personal, dhe mënyra se si të vjen të iluminimi është komplet brenda teje. Ishte atë të ke kaluar në fazat e tua... Sado që ne të flasim bashkë për perceptimin e ndjesive, është e pamundur që unë t'i shteroj vërtet se si I ndjej. Sepse ndjenjat jetohen dhe ndjehen, nuk mund të përshkruhen në mënyrë të plotë. Është njësoj sot perceptimi publik për vajzat të cilat e identifikojnë, pra e manifestojnë fenë e tyre edhe në veshje, njësoj si në fillimet e tua? Absolutisht. Në vitet e parë njërë, ne kemi qenë edhe shoqe fakulteti bashkë, dhe t'jem pa më shumë mirë se si ishte perceptimi takimit tim të parë me pedagogët, cilat debatues. Unë e përshëndes dhe të mon tupen, e kam shumë mikë, shumë gjanë, po në takimin tim të parë më ka thënë në vendin e gabuar, sepse duhet shkosh në xhami. Dhe unë isha regjistruar e para në universitet, isha njëshi që hapa listën, aq performancë mirë akademike kisha, dhe isha fiks në vendin e duhur, por ka të bëjë me eksperiencën. Nëse ti nuk ke eksperjenca me njerëzit e ndryshëm, do me thënë nuk mund të njihesh. Eksperienca është njohësja. Me anë të sjelljes ti modelon. Ke pasur vështirësi? Fëmijët, po ti modelon dhe njerëzit që të rrethojnë me anë të sjelljes. Pra ti duke dhënë formatin e sjelljes përshtatshme, ti bën mish njerëz që duan, I përshtat fen, I përshëndet, I bën me njohje. Dhe pastaj njerëzit përqafojnë ato që duan. Unë mendoj që njerëzit kanë jashtëzakonisht shumë nevojë për Zotin, sidomos në periudhat e kaosit. Ti vëri I Zotit emrin që do ti. Brenda vetes tënde ti ke emrin tënd, se si emërton ti Zotin. Po pjesa e rëndësishme është që në periudhat e errësirës, njeriu kur është duke mbytur nuk është më ateist. Unë nuk kam parë njërin që të shohë vdekjen me sy dhe të vazhdon të jetë aty. Nuk ka krijuar asnjë vështirësi fe aty. Me thënë drejtën kam qenë shumë e suksesshme edhe në profesion, dhe në familje. Ti nuk je paragjykuar, nuk e humbur një vend pune për shamin. Jo, kam paragjykuar dhe kam humbur, po këtë mund ta kisha humbur dhe se mund të isha shumë e bukur si ty, dhe shumë ekstravagante si psikologja, mund ta kisha humbur për 1000 arsye në një vend paragjykues si Shqipëria. Nuk kam si ta lidhë në mënyrë drejt për drejt me mosnjohjen e fesë. Jo, a e ke ndjerë ndonjëherë vërtet të drejt për drejt? E ke kuptuar që është vetëm në 2011 në UTV bënim një emision me drejtuese në shtëpisë votuese Ombra GVG, një zonjë shumë e nderuar dhe shumë e respektuar për mua, po ndoshta ishte edhe fillimi dalja parë televizive një femër me shami, që s'kishte dalë ende. Dhe më thotë, unë nuk e marr dot një femër si ty, sepse kam hall se më paksohet në thojza puna. I thash, më jep një libër të ta redaktoj që të shohësh ti, se puna ime shumë e cilësore se jam e koncentruar të vërtetoj ty që unë vlej. E kam më të rëndësishme se diku një redaktor tjetër që mund të shkoj kudo tjetër. Pra, ka qenë vështirësia më lër të hap gojën që të tregoj kush jam, por që është një gjë që unë se kam përjetuar fort, se kam qenë një njeri me shumë qëllime të qarta në jetë. Do të thënë, po të dua të bëj shoqë unë bëj patjetër, nuk është në dorën tënde më, po dua të arri një gjë, arri pse? Sepse unë dia ku I kërkoja gjërat e mia, nuk I kërkoja të njerëzit. Unë trokisja në ca dyer që dia se aty ka diçka që unë mund ta marr. Nuk kam kërkuar kur, nuk kam pasur ndonjëherë lëkundje. Në vitet e mia të para, po, në vitet e mia të para, duke qenë se isha dhe vetëm në familje, vllai kishte filluar të besonte pak më përpara, por kemi pas një pjesë, një episod humoristik, se ne të dy besonin dhe faleshim, dhe asnjëri nga të dy nuk e dinte, dhe kemi
Dhe kur më gjen një vllaj, po diferencë sepse ishte momenti si do reagonin prindit dhe fakti që ti akoma po gjen veten, ndoshta s'është e duar për t'ia dhënë motrës vogël. Dhe kur ja themi njëri, kur i them që un kam filluar të falem, edhe ka qenë kështu, domethënë jam rënqetet mishë kur e kujtoj, se kemi pas gati 6 muaj që un falesha. Kur e kam thënë tim vllaj që un, ai ndërkohë shkonte të shtëpia shokut të ngur, sepse prindit aty punonin. Ndërkohë që mama ime ishte në shtëpi dhe mund ta shikonte. Ka qenë që ke fshirur në fillim, fakt, më kujton ato skenat e diversave. Ke ndikuar tek besimi i fëmijëve të tu? Unë kam një episod të familjes mbretërore, kur ditën e diel i marrin fëmijët në kishë për meshën për kace. I kanë shumë të vegjël, i kanë 3, 4, 5, 6 vjeç, dhe i marrin përdor për t'i edukuar rrugën. Prindi ka detyrën të lidh, të drejtojnë familje, të tregoj fëmijës rrugën e duhur. Dhe nëse unë kam zgjedhur një rrugë të mirë për veten time, shpikësh ajo rrugë që unë i tregoj dhe fëmijëve të mi. Dhe patjetër që ndikoj në mënyrën e duhur dhe të mirë, që fëmia ime të zgjidhë më të mirën e mundshme në mënyrë të lirë, sepse fëmia është një shpirt i lirë që kur bëhet i rritur 17-18 dhe nëse ti e ke dhënë në mënyrë imponuese dhe të presuar, ai largohet nga rruga jote. Kam shumë mikesha që nuk i kanë fëmijët besimtar, që nuk i kanë as praktikues. Ndoshta ajo në vetvete mund ta vuaj, por fëmia zgjedh rrugën e vet në jetë. Sepse fëmia është një rrugë, një ujë, që vërtet mund të rritet nga një burim, por ka shumë proje. Kështu që jo detyrimisht merr ujë nga burimi, merr rrjedh nga burimi. E qartë. Gura. Interesant. Interesant. Paka shumë e tha që e ka ndikuar dhe është normale të ndikoj. Prindit ikon në çdo lloj kanë përshtypje forme tek fëmia dhe kur bëhet sidomos me vlerat. Më tepër pyesin për pavarësisht që ne modelojmë dhe mati vlerat duam apo nuk duam, por kur bëhet fjalë për vlera pastaj sigurisht jam e qartë. Jemi mësuar si shoqëri ose ti demonizojmë gjërat shumë, ose ti nënvlerësojmë, ose ti mbivlerësojmë. Ne duket sikur na mungojnë disa ekuilibra të shëndetshëm. Tani për të afruar rinin në mënyrën më të duhur, më natyrale, me një qasje të butë, me fen, që është gjithmonë një ndimes, a duhet modernizuar disi mënyra e komunikimit? E kam me institucionet, me drejtuesit. Mënyra e komunikimit? Të modernizohet, jetë më afër tyre. Sot ne kemi një jetë që 70% bëhet online, kemi influenca nga më të ndryshmet, ka kaos në mendjen e të rinjve. Me thënë në një farë mënyre, nëse afrohet tek feja, mos të afrohet vetëm kur është i humbur, kur i vjen në nevojë shpirtërore, po tjetë një kulturë, siç fëmijët shkojnë në kishë çdo të diel, në pjesë e vendeve katolike kristiane, siç është në Itali, aty ka dhe faza të ndryshme që as nuk paragjykohen, përkundrazi është një pjesë e kulturës së tyre shumë të bukur fetare, por që në Shqipëri as tek njëra, as tek tjetra, nuk është se është kaq, nuk është kthyer në kulturë, kam përshtypjen. Në çdo familje shqiptare. Po, e vërtet, është e vërtet. Po, unë besoj se do ishte e qelluar të përmendja thjesht një citim të profetit, që mes të tjera, mes shumë të tjera, feja, çka është feja? Feja është këshill. Që do të thotë, duhen gjetur në çdo aspekt të gjitha mënyrat më të pranueshme, më qytetare, ndaj kujdo, brenda një feje, nuk po them për konvertimet, për t'ia përcjell fen, apo për t'i treguar shtegun për tek i madhi Zot. Sepse është këshill, dhe si mund t'jepet këshill? Prandaj me drejtë edhe Zoja Hidri e tha që brenda familjes, nëse prindi do të tentojnë përmes një, po them, presioni është fjalë e madhe, po të ngjashme, direkt apo indirekt, në momentin e moshës madhore, djali apo vajza sigurisht do të marrë atje ku e thret liria e vet. Se ka qenë përmes presionit apo për mënyra të papërshtatshme, jo të duhura, qoftë edhe të kohës, qoftë edhe të llojit, dhe kështu që ako bëhet imponuese, sigurisht, absolutisht. Madje mund të ketë kundërreagim, një rebelim në një moment caktuar, sepse do ta kuptoj që s'ka qenë personale. Kemi rastin në Shqipëri dhe me njerëz pa zbritur në emra, edhe me njerëz publik që kanë patur dhe kanë problematika të tilla me fëmijët. Pra me djem apo vajzë, kushdo qoftë, dhe nuk është e lehtë. Prandaj edhe duke qenë që është këshill, atëherë mënyra duhen gjetur në varësi edhe që përmendit ju, edhe në varësi edhe sepse sot teknologjia po shkon drejt një momenti që po kthehet në gjysmë Zot. Në gjithçka dhe me gjithçka. Biles unë inteligjenca artificiale. Në gjysmë gjithçka. Në gjysmë gjithçka po bë. Unë i friksohem dhe asaj që i friksohem, është fjalë e madhe, por gjithsesi që mund shkohet deri në atë që shiko, nuk ka nevojë edhe të shkosh në objektet e kultit, pra në xhamira si konkret apo edhe në kish, sepse mund ta
mund ndërlidhesh me priftin apo me imamin Hoxhën dhe pra diçka që në aspektin fetar, po sigurisht është sa e dëmshme, po edhe papranueshme në fakt, sepse kohezionin social apo atë bashkëveprimin, ndërveprimin social mes individëve që frekuentojnë kishën apo xhamin në rastin konkret, vdes. Apo sepse ne jemi mësuar me konceptin në shtëpia e Zotit, praktikisht atje ku ti ndihesh më afër me të. Sigurisht, po. Po në kohën që gjitha kurset bëhen online, edhe seancat e terapive mund bëhen online, diplomat merren online. Da e thash. Pse nuk por kjo ta bëjnë këtë me Zotin? Kjo nuk është e gjitha pozitive, e kupton, mund të korrigjoj edhe nderuar psikologe. Kjo nuk është e gjitha pozitive. Pra teknologjia, okay, dakord, inteligjenca artificiale, tjera, zëvendësimi, kujtun çfarë, por jo, njeriu do të mbetet njeri jo vetëm në vlera, por dhe në prezencën fizike. Dhe në objektet e kultit prezenca fizike, ajo shumësia atje e njerëzve të jep një tjetër ndjesi, një tjetër pse jo edhe të çon në një lloj besueshmërie pranim të lutjeve tua, paçka se mund i bën të organizuar në heqjen e imamit apo prita, por të vetme bën më shumë në cilën do gjuhë qoftë kjo, por ajo shumësia e besimtarëve aty të jep një siguri që janë të pranuar dhe vërtet ashtu është. Ke menduar të je në rrjetet sociale, ke menduar të shpërndash mesazhe, të kesh komunikimet përditshme me ta, të kesh një takim, ti këshillosh? Nuk jam 100% shumë, por do të them 50-51 që feja të mund të merret nga rrjetet sociale. Është shumë e rrezikshme. Ju sapo tha prodhon pas siguri. Pra në një farë mënyrë për t'u afruar me brezin e ri, për t'u afruar. Por ka një gjithçka mund ta ketë, por vetëm kontroll nuk ka. Pra nga cilët burojnë këto këshilla. Pas tyre mund të fshihet teknologjia ka këtë. Po unë bile zgjej rastin dhe përmes valve duke qenë TV është televizionit gjithë që të sidoqoftë rasti, por rasti i fundit në Sydney, Australi. Pra dikush i cila do qofshin pra pas skenat apo ato çka luhet në underground, por humbën jetë njerëzish. Pra disa dhjetra. Po patjetër 16 patjetër dhe në një vend që Australia pak a shumë ka prej kohësh një stabilitet të qëndrueshëm nga çdo pikpamje, duke qenë që është edhe aty ku është aq larg, por gjithsesi teknologjia këto kanë ndikuar dhe ndikojnë dhe u morën jetët të pafajshme të aq sa ishin dhjetra qytetarëve, por nuk mungoi dhe reagimi i një qytetari, pra emigrant atje. Musliman. Emigrant atje, jo, nuk është që ke parasysh një pjesë marrë dhe pas kësaj, nuk është edhe kjo e drejtë. Pra flamurtari në emrit të një besimi. Sigurisht mund ta vijë mirë sepse e di pse, në fakt. Për pjesën muslimane. Po sepse dua them shumë shqip. Sepse psikologja më kupton shumë më tepër. Në momentin që një individ dhe një shoqëri është ndjehet e shtypur, ndjehet pa përfaqësuar, nuk e di, po nuk ndjehet se aty ku i takon vendet e përgjegjësia, në momentin më të parë, dikush i pjesëtar i besimit të tij kryen një akt që ata nuk kanë mundur apo e kanë vujtur, ngrihen edhe në një lloj euforie. Frymëzojnë. Frymëzojnë. Ja është. Ku do të dal me këtë? Kjo duket si lloj vetë kritike, po jo. Pra e përmendën me drejt është shtuar numri besimtarëve ku duan numerikisht. Pra luajmë numerikisht. Do të thënë fes nuk është kjo. Ja shembulli tjetër. Okej, se besimtari apo dhe njeriu vetvete me këmbë tokë nuk do të shikojë të keqen apo të dëmshme apo të pamundshme apo kujt vetëm këtë tjetri. Ne kemi sot popullsia muslimane në botë është mbi 2 miliard dhe po e shohim me sytë tanë, teknologjia këtë na afron, qoftë pozitive dhe negative, masakrohen njerëz në mesditës me diell, duke dënuar një botë të tërë krishtere dhe muslimane dhe kjo shumësia apo kjo fuqia madhështore në thojse e kaq miliard muslimanëve nuk reagon dot. Çka do të thotë? Numrat nuk janë e gjitha. Përkundrazi mund të bëhen problem në momentin kur shikon një rritje të faktuar. Numrat nuk janë gjithçka për sa kohë sa numrat të vijojnë dhe vlerat. A kanë përgjegjësi institucionet shqiptare për të krijuar mekanizma për mbrojtjen e të rinjve në mënyrë që mos ketë radikalizim? Ndaj them që marrja e fesë dhe sidomos nga ata të cilat
nuk është për fajin e tyre, me drejtë tha qoftë para 90 apo qoftë dhe pasaj. Pra që në familje nuk ka një trashëgimi të caktuar fetare, është problematik. Sepse nuk është ka krijuar rendekun e vet. Patjetër. Sepse perimi as krishterimi as Islami nuk është fe në momentin që unë përjashtoj prindrit e mi dhe marr të mirëqenia në mënyrë të verbër këshillet e kujt do qofshin një kleriku të cilit do besimi. Jonida, kur bëhet besimi ndihmues, zoti Gura se jemi drejt fundit edhe duhet të jap fjalën, kur bëhet besimi ndihmues dhe kur është ai momenti që është realisht presionues, presion tek të rinjt? Për sa kohë besimi ecën paralelisht, le themi, me komunitetin, me shoqërinë, ndjek disa praktika që janë të shëndetshme, disa morale që janë në një farë mënyrë në të mirë të individit, absolutisht që është gjë më e mirë që një individ mund të bëjë dhe mund të përqafojë jetën e vet. Absolutisht që unë do doja të përjashtoja rastet e radikalizimit apo të sjelljeve ekstreme, por në këtë moment unë dua dhe të ndaj një çik përgjegjësimi që në shumë raste, jo vetëm në Shqipëri, por në botë, lidhen akte të caktuara me fe të caktuara. Sigurisht që kjo gjë nuk duhet ndodhë, nuk mund të përgjigjësojmë fen me akte të caktuara që sigurisht një besimtar i mirë i dënon. Pra feja sigurisht që ka shumë të mira, feja ka përfitime shumë të mëdha për individin për sa kohë është konform një sjellje të shëndetshme, një sjellje morale. Në çdo devijim, sigurisht që edhe vetë praktikantët e mirë do thosha, për sa kohë edhe praktikantët nuk e miratojnë një sjellje të tillë, unë mendoj që askush nuk do e dëshironte ekstremizmin dhe për më tepër që nuk mund ta konsiderojmë më fe, domethënë ekstremizmi unë nuk mendoj që ka një fe që e përqafon apo që e konsideron si pjesë të tij. Të bëj një pyetje për ekstremizmi, vetëm kaq. Ekstremizmi nuk ka fe, por dëmton fe dhe fetar. Ka dëmtuar. I ka dhënë të gjitha pasojat deri tani. Të paktën këtë 10 vjeçarin e fundit, mendoj se kjo është fatkeqësia më e madhe, është sepse të gjitha sulmet aktual, por edhe ata që ndodhin në shkolla, pra më të vegjël, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithmonë ka një prapavi fetare që është për të ardhur keq, po edhe ishte parashikuar për mënyrën se si po drejtojnë liderët botëror botën sot, nuk ka kujdesin e dur, kanë përshtypje personale krejtësisht. Gjithsesi, shkolla, për ta mbyllur me këtë, a duhet ketë një rol më të madh në tela? Atëherë, që të rinjt të jenë të lirë të shprehojnë besimin e tyre. Absolutisht. Ne synojmë Europën, synojmë të modernizohemi, synojmë të bëhemi të përparuar, por ne nuk ja duam gjërat e mira Europës. Që do të thotë? Kur ne shikojmë familjen mbretërore që çon fëmijët në kisht, ne themi pse ne ti ndjekim, ti detyrojmë fëmijët të kenë një besim e tjerë. Bëhet fjalë ndërkohë musliman. Ndërkohë, jo vetëm, nuk ka rëndësi. Shife, ti beson te vlerat që ti beson sepse ke parë diçka të mirë. Dhe ti i vendos besimin tënd emrin krishter, protestant, musliman, apo çfarë do lloj emërtimi tjetër, në bazë të vlerave që ti ke gjetur aty, dhe që ti je ulur dhe ke ndendur mbi to, le të themi, pra ke gjetë veten. Përsi puna e njeriu që ulet në një kolltuk para hashëm çohet shpejt, nuk e ka gjetë veten. Kështu që unë mendoj që Italia, për shembull, meqense e përmendë pak më parë si diskurs, e ka lënë fetare pjesë të kurrikulës. Dhe madje fëmijët muslimani nxjerr nga klasa sepse murgesha i respekton që të mos marrin lëndë të një feje tjetër. Nëse do ishte miratuar në Shqipëri, lënda krishtere si lëndë feje, unë të siguroj që arsimi shqiptar do t'i detyronte fëmijët besimtar, musliman, të bënin dhe e kundërta, nëse do ishte. Pra, nuk kemi një elasticitet të gjërave si do i bëjmë. Atëherë, përderisa ne nuk kemi një historik të tillë, hajde ta marrim te vendet europiane që e kanë. Kemi Austrinë, kemi Gjermaninë, vendet pothuajse më të përparuara të Europës. Kemi edhe vende të cilat e marrin si pjesë historike, siç janë Suedia, Norvegjia, por që nuk e kanë pjesë thjesht fetare të kurrikulës, ama në fusin shumë edukat fetare për libra. Duke treguar dhe pjesën ekstremiste, për flasim për kryqëzatat, flasim për ekstremizmin fetar musliman dhe të çdo drejtimi, për të kuptuar që unë mendoj që ekstremizmi buron nga padituria. Kur ti nuk e njeh dhe nuk e ke shtëruar lëndën në tërësi, pra nëse nuk e kam provuar që ai shuj, unë jam e paditur për përmbajtjen e lëndës. Dhe nëse nuk kam kuptuar lëndën e fesë, unë jam e paditur. Dhe ajo që ti the, ti gryshim të rinj në dije të mirë,
Unë mendoj që janë trinj që po na grishin edhe po na marrin me zor sot, se ka ca kohë që është i me bi që thot, hajde shkojmë, hajde takojmë, hajde ndjekim se kishte një seminar, sepse unë jam gopur shpirtërisht dhe e kam gjetë veten, dhe jam stabilizuar dhe kam Kjo ideja e futjes në kurrikull të fesë, unë kam përshtypjen se ne jemi ende në kaos. Mua më duket se ne kemi një identitet. Prandaj duhet futur gjend, sepse jemi kaq në kaos. 45 vite komunizëm, nuk ka asnjë shtet në botë, duhet të kaloj vjet. Anjola, asnjë shtet në botë nuk e ka 30 vjet utopizë, mos 10 vjet vetes, tranzicion. Nuk ka asnjë shtet. 10 vjet, 15 është cikli, tranzicion 20. Po ne kemi ritmin tonë. Pikërisht sepse ne akoma nuk kemi futur ta gjëra dhe në sistemin arsimor ne akoma nuk kemi një sistem të mirë arsimor. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e Lembrami, ishte vërtet shumë kënaqësi. Kemi mbërritur në fund, do takohemi sërish nesër.